Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizionia, ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 9 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje. 1502. Cristoforo Colombo niset nga Spanja për udhëtimin e katërt dhe e fundit të tij për në botën e re. 1926. Amerikanët Richard Byrd dhe Floyd Bennett janë të parët të cilët fluturuan mbi polin e veriut. 1960. Amerika nxjerr në shitje pilulën e parë kontraceptive. 2006. Estonia ratifikon Kushtetutën Europiane. 2010. Trupa ushtarake nga vende anëtare të NATO-s kanë marshuar më 9 maj 2010 në sheshin e Kuq në Moskë, si pjesë e manifestimeve që shënojnë 65 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. 2015. Në Kumanov, trupat e policisë së Maqedonisë sulmuan disa shqiptar të armatosur. 10 shqiptar u vranë dhe 8 policë maqedonas u vranë në luftime. Pas 2 ditë luftimesh, grupi armatosur u dorëzua, ku arrestuan 28 pjesëtar të saj. Lindje. 1837. Lindi Adam Opel, themeluesi autofirmës Opel. 1874. Lindi Howard Carter, arkeolog britanik. 1946. Lindi Kendich Bergen, aktore amerikane. 1949. Lindi Billy Joel, kantautor amerikan. Vdekje. 1805. Vdik Friedrich Schiller, letrar gjerman. 1931. Vdik Albert Abraham Michelson, regjisor filmi amerikan me preardhje polake. 1972. Vdik Tahir Dizdari, në punës, publicist, gjuhëtar e orientalist shqiptar. Për sot kemi përgatitur biografinë e David Robert Jones, i cili ishte një këngëtar rocku, muzikant dhe aktor anglez. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur.
Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për radion. Në shoqërinë moderne, radiot janë një teknologji e zakonshme. Radion sot mund ta kesh në makinë dhe në shtëpi. Në fakt, në ditët e sotme do të ishte e vështirë të gjejë qoftë edhe një njerëz që nuk ka dëgjuar, parë ose përdorur një radio në jetën e tij, por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Para shekullit të 19, komunikimi me valë i radios konsiderohej vetëm një fryt i fantazisë. Edhe pas zhvillimit të radios në fund të viteve 1800, u deshën shumë vite para se radio të përhapeshin dhe të ktheheshin në një pajisje që ndodhej në shtëpi. Historia e radios është një histori tërheqëse që ndryshoi mënyrën se si bota ndërlidhej dhe komunikonte në distanca të vogla dhe ato shumë të largëta. Pyetja se kush e shpiku radion ka qenë vazhdimisht e shoqëruar me polemika. Në 1893, shpikësi Nikolaj Tesla demonstroi një radio me valë. Pavarësisht nga ky demonstrim, është Guglielmo Marconi i cili konsiderohet si babai dhe shpikësi i radios. Më 12 dhjetor 1901, vendi i Marconit në historinë e radios u vullos përgjithmonë kur u bë personi i parë që arriti të transmetonte sinjale përmes Oqeanit Atlantik. Para viteve 1920, radio u përdor kryesisht për të kontaktuar anijet që ishin në det. Komunikimet me radio u arritën zakonisht nga përdorimi i mesazheve të kodit Morse. Ky ishte një përftim i madh për anijet që gjendeshin në ujë, veçanërisht gjatë situatave emergjente. Me luftën e parë botërore, rëndësia e radios u bë e dukshme dhe dobia e saj u rrit ndjeshëm. Gjatë luftës, ushtria e përdori tejmase dhe u bë një mjet shumë i çmueshëm në dërgimin dhe marrjen e mesazheve tek forcat e armatosura. Radio dhe vitet 1920. Në vitet 1920, pas luftës, radiot filluan të rriteshin në popularitetin dhe në mesin e civilëve. Në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë, stacionet e transmetimit në Pittsburgh, Pennsylvania dhe British Broadcasting Company në Angli filluan të shfaqen. Në vitin 1920, kompania Westinghouse aplikoi dhe mori një licencë radio-televizive, e cila lejoi krijimin e radiostacionit të parë të licencuar zyrtarisht nga qeveria. Ishte po ashtu kompania Westinghouse e cila filloi reklamimin e shitjeve të radiove për publikun. Lufta e dytë botërore dhe ndryshimet pas luftës. Gjatë luftës së dytë botërore, radio pati një rol të rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara dhe për Mbretërinë e Bashkuar. Me ndihmën e gazetarëve, radio transmetoi lajmin e luftës për publikun. Ishte gjithashtu një mjet me anë të së cilit mund të propagandohej dhe u përdor nga qeveria për të fituar mbështetjen e publikut. Në Mbretërinë e Bashkuar, gjatë kësaj periudhe, radio bë burimi kryesor i informacionit pas mbylljes së stacioneve televizive. Mënyra në të cilën u përdor radio gjithashtu ndryshoi botën pas luftës së dytë botërore. Ndërsa ishte një burim argëtimi, sepse sillte programe të ndryshme, radio me kalimin e kohës filloi të transmetonte më shumë ka muzika e kohës. Top 40 këngët më të mira në muzikë u bë një program mjaft popullor dhe audienca kaloi nga familjarët tek adoleshentët dhe personat deri në 35 vjeç. Muzika dhe radio rritën popularitetin e tyre derisa u bën sinonim me njëra tjetrën. Stacionet e radios që kishin cilësinë më të mirë të tingullit filluan të zëvendësonin stacionet origjinale dhe forma të reja të muzikës, si rock and roll, filluan të transmetohen. E tashme dhe ardhme e radios. Sot radioja është shumë e zhvilluar, shumë më tepër nga sa Tesla dhe Marconi mund ta kishin imagjinuar ndonjëherë. Radio tradicionale dhe transmetimet në radio janë bërë një gjë normale tashme son. Radio ka evoluar në mënyrë të vazhdueshme në radio satelitore dhe po ashtu sot stacionet e radios mund t'i dëgjojmë edhe në internet. Radio gjenden jo vetëm në shtëpitë tona, por ato gjithashtu nuk mungojnë në ato mjetet tona. Përveç muzikës, programet e folura të radios arrin gjithashtu shumë njerëz. Teatri i mendjes ende dëshirohet dhe pëlqehet për shkak të përjetimeve unike që krijon tek gjithë secili dëgjues. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 9 maj 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me rreshje shiu në të gjithë vendin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me vranësira të dendura dhe rreshje shiu të her pas hershme në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6
6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:21 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 19:53 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 14 deri në 21 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 19 gradë Celsius. Peshkopi 12 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 20 gradë Celsius. Durrës 15 deri në 20 gradë Celsius. Kavaj 14 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 19 gradë Celsius. Berat 14 deri në 19 gradë Celsius. Korç 10 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 12 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë 15 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën Territori i Kosovës për datën 9 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pakta dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të kenë alternime mes ktjellimeve dhe vranësirave pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:13 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 10 deri në 18 gradë Celsius. Podujev 7 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj 9 deri në 18 gradë Celsius. Pej 10 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov 11 deri në 19 gradë Celsius. Malishev 11 deri në 18 gradë Celsius. Gjilan 9 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj 11 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 10 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 18 gradë Celsius. Prizren 11 deri në 16 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.